Pas një pritje të gjatë ka nisur zyrtarisht ndërtimi i Muzeut të Dritorakollit, një projekt që i bën nder jo vetëm letërsisë shqiptare, por edhe gjithë 3V-së Devollit. Kjo vepër kulturore pritet të kthehet në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në qarkun Korç. Muzeu do të përfaqësojë jetën, veprën dhe trashëgiminë e një prej figurave më të mëdha të letrave shqipe. Projekti iniciuar fillimisht në fillim të viteve 2000 qëndroi për shumë kohë në pritje. Vetëm një vit më parë nisi të marrë jetë në mënyrë konkrete, fal angazhimit të komunitetit vendor dhe mbështetjes së institucioneve lokale. Shpresojmë që këto punime të ecin me ritme dur dhe unë për të jam shumë optimist dhe brenda 6 muajve të cilët është edhe afati përfundimit të punimeve, ne të kemi gati godinën dhe pastaj të vazhdojmë përpjekjet e mëtejshme për muzealizimin e godinës, pasi duhet dhe një grup pune i veçantë për këtë pjesë dhe të përfundojmë dhe të japim fund të ndërtimit dhe vendes në funksion. Pjesa e aktivitetit e përvurimit ishin gjithashtu kryetari i qarkut Korç, Erion Exhipi dhe artisti Endre Fifo, të cilët vlerësuan rëndësinë historike e kulturore të kësaj ndërhyrjeje. Kemi filluar një grup pune me përfaqësues dhe të familjarëve të dritorit, me specialistë të turizmit, me specialistë të historisë dhe të muzealizimit, për ta kthyer një jo thjesht një muze, por një qendër që do t'i shërbejë turizmit, trashëgimisë kulturore dhe eventeve që tashmë ne i kemi pjesë të rajonit tonë. Është realizuar një dëshirë e gjithë Devollivat, ku bëj pjesë dhe unë, por nuk mbaron. Me kaq, Dritori ka patur ëndër që të ngrihet edhe një monument për punën, dhe ma ka thënë disa herë dhe e kam të incizuar edhe në video, që do një monument për punën në mes të Bilishtit. Ky projekt pritet të kthehet në një emblem të trashëgimisë kulturore shqiptare dhe një atraksion të ri për vizitorët që frekuentojnë juglindjen e vendit, duke bërë Devollin një pikë referimi për turizmin kulturor në Shqipëri.